Unë jam psikologja klinike Ajete Haxhiu Demaku. Kam studiuar në Maqedoni. Studimet bachelor dhe master i kam përfunduar në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Pas përfundimit jam kthyer në vendin tim në Kosovë, por fatkeqësisht u ktheva me ambicie të mëdha, unë nuk u kyqa askundin në ndonjë institucion shtetëror, publik, kështu që prej asaj kohë që jam kthyer kam vazhduar të punoj në për organizata të huaja, organizata lokale, sepse nuk më është dhënë e drejta asnjëherë punës në institucionet shtetërore. Unë punoj në një klinikë private dhe kryesisht kategoritë e problemeve janë gama të ndryshme. Duke nisë problemet me adoleshent, me fëmijë, probleme në çift, probleme familjare të tjera. Secili problem paraqet një ngarkesë për klientin apo për pacientin që vjen në klinikë. Këta persona të cilët kërkojnë ndihmë psikologjike, domethënë që kërkojnë shërbim psikologjik, janë persona të cilët fatkeqësisht nganjëherë janë të rënduar edhe nga gjendja, përveç gjendjes emocionale dhe çrregullimeve të ndryshme që kanë emocionale, mendore e tjera. Ata kanë edhe një problematikë tjetër të cilët duan ta marrin një shërbim psikologjik nga psikologu, nga profesionistët e shëndetit mendor, por penalizohen ose del një keqe tjetër që faktorin ekonomik e kanë të mangët dhe nuk mund ta përballojnë në klinika private shërbimin psikologjik. Kështu që unë si psikologe dhe me që i kam hyrë tashmë një gare politike, ku unë në këtë vit kandidoj për Asamblenë Komunale në Prishtinë, atëherë i kam vë vetes detyrë, obligim që unë të merrem pak më tepër me problemet e shëndetit mendor në komunën e Prishtinës. Unë propozoj dhe do mundohem që, si me thonë, ta nxjerr si problematik çdo herë nëse veç vim, si me thonë, ulemi në karrige kuvendit komunal, atëherë do kërkoj që këto shërbime, që përderisa nëpër klinika janë goxha të larta, janë kosto goxha e lartë për këta persona, atëherë do kërkoj që të hapen pozita pune për psikologët klinike dhe nëpër ambulanta, siç e merr një shërbim tek mjeku familjar, ta zëm, analizat nëpër laboratore që merr në shtëpitë, në shërbimet ambulantore, po ashtu dëshiroj dhe do punoj shumë, do kërkoj që të hapet një pozicion pune edhe për psikologët klinik nëpër ambulanta. Unë jam nane 2 vajzave, me cilat me thonë drejtën punoj shumë, sepse përvoja klinike nganjëherë më mëson edhe nganjëherë edhe më frikson, me thonë të drejtën, nga problemet që i dëgjoj prind, fëmijë, dhe ka raste me besoni që derisa të kthehej në shtëpi kam ashtu një farë frikën vetvete, derisa t'i takoj fëmijët. Në ditën e sotme problemet janë rritë shumë mes prindit edhe fëmijëve. Ka shumë faktorë të cilat i kanë shkaktuar këto problematika. Me që thash edhe një herë se dëgjoj goxha nganjëherë historitë të cilat janë pak të dhimbshme dhe janë pak të prekshme, si me thonë. Unë përpiqem që t'i përkushtohem më tepër fëmijëve. Përpiqem që mos ta kalojnë kohën e shumt në teknologji, sepse teknologjia është bë një konkurrencë e madhe për shkatrimin apo për devijimin e fëmijëve kudo nëpër botë. Pastaj përpiqem shumë që fëmijët ta bëjnë një farë orari në jetën, që të kenë disiplinë, që ta dinë kur është koha e mësimeve, kur është koha e argëtimit, kur është koha e teknologjisë, domethënë të vihet një farë orari në ditën e tyre, në javën e tyre, në muajin e tyre, në mënyrë që këta fëmijë në ditë mos ta kalojnë kohën ose të kalojnë në fazat e cilat nuk do përgatiten as pak për jetën e tyre. Përpiqem të jem nane mirë, të jem nane përkushtuar si gjithë nana tjera, po ashtu dhe bashkëshorte e përkushtuar gjithashtu. Çështja që më ka motivuar, domethënë të hyj në gare politike, është se ne si komunitet besimtarve jemi të marginalizuar, jemi të diskriminuar në shumë fusha të jetës. Përfshi këtu nga një udhëzim administrativ, ne jemi prek shumë. Domethënë ato spektakle që kemi pa gjatë gjithë kohës nëpër oborret e shkollave, nëpër drejtoritë e shkollave tjera, kjo ka qenë diçka e padrejtë ku i është bërë një komuniteti të caktuar në këtë vend. Dhe nga personat e cilat e kanë marrë atë të drejtën që ta përcaktojnë se kush ku do të më qenë në një pozicion në këtë vend. Padrejtësisht. Diskriminim si femra me mbulesë kemi në konkurset e punës. Gjë që këtë, thonë të drejtën, nuk e duroj dot. E kam duru, por vjen një kohë, na e dim si psikolog se kur krijohen tek njeriu frustracione, kur bëhet shtypja e emocioneve, atëherë njeriu mund të rebelohet. Nuk po them se jam rebelu, por ka një moment që
nuk po mund të aduroj këtë gjendje. Janë vite ato të cilat ne jemi shtyp, jemi diskriminuar në mënyrë të pabarabartë, sidomos nëpër konkurse pune kur ka femra me mbulesa të cilat janë të përgatitura jashtëzakonisht, kemi me magjistratura, me doktoratura, por e keqja është që ne kur kemi hyrë çdo herë nëpër konkurse pune, ku edhe në vetë këta e kam provu në lëkurën time, unë jam shtyp. Unë jam diskriminu, domethënë, edhe me këtë gjë po provoj dhe po dëshiroj që në momentin që futem në asamble komunale, atëherë ngrej këtë çështje. Të bisedojmë, nuk po premtoj se ka mu zgjidhë, se s'guxoj t'jap premtime pa mos e pa dhe vullnetin, por përderisa jam ftu nga një kandidat serioz, siç është kryetari në Ardhja Hajrullah Qeku, nga Lëvizja Vetëvendosje, atëherë më është bën një ftesë shumë zyrtare, gjë që unë e falenderoj shumë. Atëherë unë kam e bë përpjekje që me fol, me diskutu dhe me kërku që gjitha ato padrejtësi që janë deri në ditën sotme kundrejt nesh si komunitet, respektivisht ne si femra me mbulesa, atëherë kam dëshirë që t'i ngrej dhe një herë për gjithmonë t'ju thuhet stop këtyre diskriminimeve, sepse është boll mo.